Imagjinoni një sasi prej rreth 280 kg ar, e zhdukur brenda natës nga vendi më i sigurt i shtetit. Ky nuk është një skenar filmi, por një ngjarje reale që tronditi Shqipërinë e vitit 1997. Vjedhja e thesarit të Krabës. Sot do të zbulojmë historinë e Floririt të fshehur, misterin e tuneleve sekrete dhe pyetjen që ende kërkon përgjigje. Kush e vodhi thesarin e kombit dhe a ka lidhje kjo në lartësinë e shtetit të asaj kohe? Për të kuptuar vjedhjen e Krabës, duhet të kuptojmë pasurinë që humbi Shqipëria. Thesari i shtetit, ai që ne sot e njohim, nuk ishte thjesht një sasi floriri, ishte simboli i stabilitetit ekonomik të një kombi të izoluar, i grumbulluar kryesisht para dhe gjatë regjimit komunist. Ky thesar përbëhej nga tonelata metali të çmuar, rezerva strategjike të bankës së shtetit dhe vlera historike që shtriheshin prej dekadash. Për vite me radhë, ky mall i çmuar ruaj në tunelet me siguri maksimale të skraparit, i mbyllur dhe i harruar nga sytë e publikut, në mbrojtjen e strukturave ushtarake të larta. Por skenari ndryshoi rrënjësisht. Në vitin 1992, vetëm pak kohë pas ndryshimit të sistemit, Këshilli i Mbrojtjes Kombëtare mori një vendim misterioz. Thelbi i thesarit duhej zhvendosur. Operacioni u kodua si Çeliku, destinacioni tunelet e Krabës. Ky vendim, i marrë në nivelet më të larta të pushtetit, u justifikua si mas sigurie, por a ishte kjo e vërteta? Investigimet e mëvonshme nxorën në pa një realitet të frikshëm. Kushtet e ruajtjes në Krab ishin minimale, pothuajse inekzistente për një pasuri të tillë. Flitet për mungesë të inventarit të saktë, dyert të vjetra sigurie, dhe më e pabesueshmja, arkat me ar ishin ndarë mes tyre vetëm me një kompensat. Kjo zhvendosje, e kryer me urdhër, shënoi një dobësim të qëllimshëm të mbrojtjes së thesarit. Si ishte e mundur që njerëzit në pushtet, të cilët mbanin përgjegjësinë e këtij malli, të toleronin një neglizhencë të tillë? Për shumë analistë, kjo ishte një prerje në qafe hapur, duke e lënë thesarin të pambrojtur për atë që do të pasonte. Vlen të theksohet se kur thesari u zhvendos në Krab, nuk u bë një inventar i saktë i asaj që hyri dhe asaj që mbeti. Kjo paqartësi numerike është thelbi i misterit. Flitet për një sasi rreth 10 ton rezervë në total. Kjo mungesë dokumentacioni krijoi terrenin ideal për manipulim. Nëse nuk dihet saktësisht sa flori ka, askush nuk mund të thotë saktësisht sa është vjedhur. Kjo vetëm forcon dyshimin se ky operacion ishte planifikuar për t'i shërbyer një grabitje shumë më të madhe. Kraba nuk ishte thjesht një vend strehim, por një kurth i hapur nga brenda. Shqipëria hyn në vitin 1997. Shembja e skemave piramidale çoi vendin në një anarki të përgjithshme. Kontrolli i shtetit u zhduk, armët pushtuan në rrugët. Ishte një kohë pa ligj. Dhe ky kaos u kthye në mburojën perfekte për kriminalët e vërtet, ata që nuk kishin nevojë për armë zjarri, por për lidhje në nivelet më të larta të pushtetit. Vjedhja dyshohet se ndodhi në periudhën e marsit ose prillit 1997. Dëshmit fillestare flisnin për një thyrje të thjeshtë të tuneleve nga banorët lokal, të cilët, duke e përfituar nga mungesa e rojeve dhe autoritetit, arritën të merrnin arkat. Por si ishte e mundur që një grup i tillë të organizonte jo vetëm vjedhjen, por edhe shitjen dhe transportin e rreth 280 kg ar? Kjo kërkonte një logjistik ndërkombëtare, mbrojtje në kufi, dhe mbi të gjitha, një heshtje absolute. Pas disa vite shëtime që në thelb ishin të ngadalta, drejtësia shqiptare mbërriti në një përfundim. 5 persona, kryesisht nga fshati Krab, përfshirë dhe rojën e tunelit, u dënuan për vjedhjet e kësaj sasie ari.
Versioni zyrtar shpjegoi se ata e kishin kryer vjedhje në disa ditë. Megjithatë, kjo narrativ ka pasur gjithmonë vrimë të mëdha. Vetë të dënuarit, disa prej të cilëve e shërbyen kohën e tyre në burg, kanë pohuar se ishin vetëm kokë turku. Ata nuk kishin as ekspertizën, as lidhjet për të menaxhuar një sasi kaq të madhe ari. Dënimi i tyre, për shumë opinionist, shërbeu vetëm për të mbyllur dosjen dhe për të shmangur hetimin e thellë drejt njerëzve të pushtetshëm që i kishin mundësuar vjedhjen. Dhe ja prova më e forte e manipulimit. Vjedhja dyshohet në prill 1997, por ajo u konstatua zyrtarisht vetëm në shtator 1998, gati një vit e gjysmë më vonë. Si mundet që ruajtësit e thesarit të kombit për kaq shumë kohë nuk mund të bëjnë kontroll? Kjo vonesë gjigande ishte jetike. Ajo siguroi kohën e nevojshme për organizatorët e vërtet për të fshirë gjurmët, për të nxjerrë arin jashtë vendit, për t'i lëshuar lejen e zhdukjes dhe për të gjetur kokën e turkut që do të merrte përgjegjësinë. Kjo periudhë heshtjeje tregon se dikush me autoritet të lartë, që kishte fuqinë të ndalte kontrollin, kishte një interes të madh që e vërteta të mos dilte në dritë më njëherë. Në këtë pikë, historia merr një kthes drastike. Përdorimi i thjeshtë i mjeteve toksore për të transportuar qindra kilogramar në kaosin e 97-s ishte gati i pamundur. Dhe pikërisht këtu u hyn në lojë dëshmia që shndron këtë në një komplot shtetëror. Helikopteri, dëshmi të pakonfirmuara, por që janë bërë pjesë e mitologjisë investigative të kësaj ngjarje, flasin për banorë lokal të krabës dhe fshatrave përreth që kanë parë lëvizje të pazakonta ajrore, ulje ngritje të helikopterëve gjatë natës, pikërisht në zonën e tunelit. Përdorimi një helikopteri tregon se grabitja nuk u krye nga amator, por nga një operacion i mirëfillt, që kishte akses në infrastrukturë ushtarake. Kush tjetër përveç strukturave të larta të shtetit apo shërbimeve të fshehta, në një vend të rësisht të shpërbër, mund të kishte në dispozicion dhe të jepte leje një mjeti ajror për të transportuar barrën e floririt të vjedhur. Kjo dëshmi, nëse është e vërtet, implikon direkt njerëzit në pozitat më të lartë të pushtetit. Të kuptojmë, 280 kg arë është një ngarkesë e rëndë. Për ta zhvendosur këtë barr pa u vënë re nga popullata apo grupet e armatosura, duhej shpejtësi dhe siguri maksimale. Helikopteri ishte mjet perfekt. Transporti nga ajri, në atë kohë, ishte zona e mbrojtur e shtetit. Kjo sugjeron se operacioni u mbulua ose u lehtësua nga vetë ata që duhej ta ruanin. Pra, nëse helikopteri është i vërtet, atëherë organizatorët ishin kriminalë me kollare, që shfrytëzuan uniformat dhe kaosin për të grabitur thesarin e tyre. Ky rast është shëmbulltyra se si kaosi politik shërben si një maskë perfekte për grabitjen e pasurisë politike. Njerëzit që morën vendimin për lëvizjen e thesarit, që e lanë atë pa mbrojtje dhe që toleruan vonesën e konstatimit, ishin ata që përfituan më shumë. Vjedhja e krabës ishte një grabitje e inskenuar, ku skena ishte gjithë anarkia e vitit 1997. Rasti i krabës duke i mbyllur, me 5 të dënuar që shlyenin dënimin, por historia nuk ishte e përfunduar. Në vitin 2008, 11 vjet pas vjedhjes, policia e shtetit bën një zbulim të bujshëm. U gjet një sasi e madhe ari, e fshehur në një banesë në Tiranë, por sasia e deklaruar dhe e gjetur e thelloi misteri në vend që ta zgjidhte. Policia deklaroi se kishte gjetur rreth 340 kg flori. Kujtojmë se versioni zyrtar i vjedhjes fliste për zhdukjen e 280 kg. Përse sasia e gjetur ishte më e madhe se ajo e vjedhur? Ky detaj dëshmon një herë e mirë se inventari dhe akuzat fillestare ishin mashtruese. Dikush dinte se në tunele kishte më shumë arë se sa u deklarua. Kjo gjetje rihapi dosjen, por vetëm pjesërisht. A implikonte kjo gjetje njerëz të tjerë të fuqishëm? Apo u përdor kjo sasi si një sakrificë për të mbyllur përfundimisht gojen e opinionit publik? Edhe pse thesari u kthye pjesërisht, dosja për organizatorët e vërtet mbeti pesull. Asnjë politikan, asnjë zyrtar i lartë,
Asnjë ushtarak me akses në helikopter apo në vendim për zhvendosje nuk u vu ndonjëherë përpara drejtësisë për neglizhencën apo implikimin në këtë vjedhje. Ky rast dëshmon për pandëshkueshmërinë e atyre në pushtet. Ajo pjesë e thesarit që mbeti e zhdukur përgjithmonë, bashkë me të vërtetën për helikopterin, mbeti në qarkun e ngushtë të dyshimeve. Vjedhja e Floririt të Krabës nuk është vetëm një histori krimi, por një metaforë fort për tranzicionin shqiptar. Është historia e pasurisë që u zhduk në duart e atyre që duhet ta ruanin, e një kombi që humbi jo vetëm arin, por edhe besimin te institucionet. Misteri i 280 kilogramëve të vjedhura, apo 340 kilogramëve të gjetura dhe dëshmia e helikopterëve, mbeten një kujtesë gjallë e kriminalëve të padukshëm që vepruan në maskën e kaosit.